Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi ekonominë, biznesin, inovacionin dhe teknologjinë në Tiranë, ku theksoi se transformimi digjital është themeli mbi të cilën do të ngrihen ekonomitë moderne. Ai u shpreh se teknologjia, inteligjenca artificiale dhe automatizimi po krijojnë mundësi të reja për rritje dhe përmirësim të konkurrueshmërisë, veçanërisht për ekonomitë në zhvillim si Shqipëria. Sejko vuri në dukje arritjen e rëndësishme të integrimit të Shqipërisë në SEPA që prej 7 tetorit 2025, duke theksuar se ky hap sjell pagesa më të shpejta, më të lira dhe më të sigurta drejt Europës. Në Bankën e Shqipërisë, transformimi digjital është kthyer në një objektiv strategjik që po ndikon drejt për drejt në mënyrën se si funksionon sistemi financiar i vendit. Një nga arritjet më domethënëse të kohës së fundit është dhe integrimi i Shqipërisë në tregun unik të pagesave në euro, SEPA, i cili u bë operacional në tetor të vitit 2025, pra këtë viti. Paralelisht po punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për modernizimin e sistemeve të pagesave brenda vendit, për të mundësuar pagesat të menjëhershme digjitale 24 orë në 7 ditë të javës, për të nxitur përdorimin e pagesave elektronike, për të reduktuar përdorimin e paras fizike cash dhe për të forcuar konkurrencën dhe inovacionin në tregun financiar. Guvernatori vlerësoi rolin e Universitetit të Tiranës dhe Akademisë në ndërtimin e kapitalit njerëzor dhe theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve publike dhe universiteteve për zhvillimin e një ekonomie inteligjente dhe gjithëpërfshirëse. Në mbyllje, Sejko thekson se konferencat të tilla krijojnë terren të rëndësishëm për ide të reja dhe politika të qëndrueshme ekonomike.